tragjedi të këtilla ne nuk I kemi këtë të parën në vendin tonë. Tani do të kujtojmë pak, do të kthehemi pak në kohë. Kemi patur llaskarcën që humbëm jetë të rinj edhe aty. Të rinj të cilët po ktheheshin nga puna. Kemi patur autobusin në Bullgari, që edhe aty humbëm nëna, motra, muslimane, vëllezër musliman, shqiptar. Kemi patur ngjarje të ndryshme, edhe spitalin modular që humbën gjithë ato jetë. Kush mban përgjegjësi, I nderuar hoç, për gjitha këto ngjarje? Nëse ndonjëherë na jepet mundësia ta shihni paraqitjen time për rastin e llaskarcës, do të shihni se aty kam thonë se do të jemi dëshmitar. Zoti na dha shtymër se do të shihni se ky rast dhe rastet e tilla do të mbeten pa epilog të caktuar dhe nuk do të zbardhen deri në fund. Kemi dhënë prononcimin tonë edhe në ndodhin kur ndodhi në Tetov tek spitali modular, që ishte një tmerr dhe një trishtim shumë I madh për gjithë neve. Edhe unë kam pas prononcim publik dhe ngushtim publik për gjithë familjarët, por ja që te rasti I spitalit modular na jemi këtu në Shkup dhe ata në Tetov dhe nuk ka pas ndonjë nevojë për ndonjë aksion humanitar apo për ndonjë intervenim ndryshe, por atë që kemi pas mundësi që të e shprehim si kontribut tonë ishte ngushtimi për familjarët, shprehja e keqardhës, por njëkohësisht ka qenë edhe një goditje e jonë për institucionet që na përfaqësonin atë kohë kur ndodhi ajo fatkeqësi. Janë ato video publike deri më ditën e sodit që shumë qarqeve që kanë qenë në pushtet në atë kohë nuk ju ka pëlqyer ajo video, por na kemi vendosur që të jemi me të drejtën. Ne kemi vendosur që të jemi me këtë popull në gjitha rrethonet dhe situatat dhe nevojat që I ka ky popull. Unë kam qenë edhe në ndodhinë e Shipkovicës kur ndodhen vërshimet ndër të parit në mëngjes që jam fut në fshat. Dhe kam qenë prezent edhe kur I kemi fal xhenazat e para aty me hoxhën e fshatit dhe kemi hyrë me aksion humanitar aty prej mëngjesit herët me aktivistë, me besimtar dashamir prej Shkupit, e që më pastaj e koordinuam me kryetaren, ishte Zoja Teuta Arifi atëherë, kryetare e komunës, dhe shtabi I krizës që u formu, dhe jemi mundu gjithë një të jemi afër, por edhe tek fatkeqësia e Bullgarisë, edhe aty kemi pas prononcim publik, dhe jemi mundu gjithë një në kësi ndodhish të ngacmojmë atë përgjegjësinë tonë kolektive, përgjegjësinë e institucioneve tona. Por fatkeqësisht kemi hasë në vesh të mbyllur dhe nuk I kanë marrë mesazhet e porosit tona serioze. Se sikur të merreshin mesazhet e porosit tona serioze, pikërisht nga mendësi e asoj kohe nacionale dhe fetare që ka thonë kjo ka ndodhur te shqiptar tek musliman, kaloje disi rastin. Ajo që ndodhi në Bullgari, shumica musliman, shumica të trojeve tona që prononcim për ata dhe lutje, madje unë edhe në varimin që u bë në fshat kam qenë ai I cili edhe lutjen kryesore kom pas unë në emër të reisit kryetarit të Bashkisë Islame, e kisha një nder, një privilegj që unë të bëj atë lutjen përfundimtare për mbyllëse të atij rastit, ku prezantuan gjithë besimtarë dhe gjithë kryesia e Bashkisë Islame, dhe gjithnjë në këto ndodhi kemi dhënë prononcime. Fatkeqësisht kemi hasë në vesh të mbyllur. Vesh të shurdhur. Të shurdhur, po. Thjesht I kanë dhënë ose ngjyrë fetare ose ngjyrë etnike, ose ndonjë ngjyrë politike, pastaj dhe gjithnjë këto raste janë mbyll. Kur të humbe përgjegjësia institucionale, kolektive, shoqërore, shifeni tani ku vjen e keqja. Edhe shifeni tani një grup shumë I vogël të palës tjetër
të shqiptarëve dhe të muslimanëve mundon të e bëjnë një gabim që dikush e ka bërë karshi tyre para disa viteve, që mundon me i dhënë ngjyrë etnike dhe fetare kësaj. Kjo është një fatkeqësi që na, nëse nuk e ngrisim zërin e vetdijes tani, kolektive, shoqërore, institucionale, Tiranë këto ndodhin vetëm tek ne kështu. Fatkeqësisht. Vetëm tek ne lejohet fëmijët 14 vjeçar të shkojnë në disko. Po pra, domethënë kjo ishte edhe prindërit kanë qenë të informuar. Vetëm tek ne institucionet japin leje në objekte që janë të ndëtuara me karton. Pa kur një farë standardi të sigurisë, pa kur një farë exit, hyrje dalje këta. Dhe gjëra, unë tani nuk dua të flas në atë drejtim, shoku se ende hetimet janë duke u zhvilluar Po dhe mos nxisim kohë urrëtie. Realisht derisa nuk zbardhet rasti, si të është i pafajshëm. Normalisht. Gjithë janë pafajshëm derisa të zbardhet rasti. Por se duhet të ngritet vetdia institucionale, kolektive, shoqërore e jona duhet patjetër dhe duhet të i largojmë këto ngjyrime dhe këto klasifikime të panevojshme. Sikur se tani të del të thot, sa keq ndiheshim na kur dikush thonte për spitalin modular të Tetovës prej palës maqedonase, po tha. Po. So unë kam pas prononcim publik dhe i kam pa edhe reagimet në momentet caktuara që dikush nga pala e tyre ka thonën s'na interesant, shqiptar, musliman, na jemi mirë, s'na ka ndodhur neve. Kjo është merë. Tani ati ndrojmë karikat. Unë aty ti këto, e dikush prej shqiptarëve të thot tani për Maqedonët mire kanë ata çfarë delin të bëjnë, na jemi mirë. A është kjo njerëzore? Sikur atë që s'ka qenë njerëzore kur ata e kanë thonë, edhe tani nuk do të ishte njerëzore që dikush nga radhët e tona të e thotë, sidomos në këto momente të dhimbjes. Janë në pyetje jetë të njerëzve dhe janë në pyetje shumë familje, na e përmendmi 50 e kaq, po ato janë herë 5, herë 10, herë 50 familje. Ato janë 500 komplet. 500 komplet, ndoshta edhe më tepër. Po. Aty është një piramid e një familje që ndërtohet nga shumë antar. Një shoqëri, një qytet, një zonë dhe kështu me radhë. Na duhet jemi pak edhe të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në ndjenjat e të tjerëve kur ata kanë një vuajtje të caktuar. Kur do të ftofet rasti dhe kur do të qetësohet situata, rrugës është që analistët tonë, ekspertët tonë të ndalen dhe të shohin mangësitë fetare ku janë në vendin tonë. Mangësi fetare është që fetarisht kategorikisht është ndaluar që besimtari të shkon në disko. Haram është të shkon në disko. Pastaj duhet të ndalen të i shikojnë mangësitë familjare, që prindi duhet të edin ku është fëmiu i tij dhe duhet të e mëson në cilën moshë ku duhet të shkon e ku nuk duhet të shkon. Mangësitë e sigurisë se aty ka pas mangësi në siguri, në sigurim, kontrollim, lëndë narkotike, piroteknika e pa kontrolluar, pastaj mangësitë e objektit që inspektoratet e ndërtimit kompetent duhet të i hetojnë ato. Dhe secili pastaj nga kondi vet duhet që të analizon dhe të jep shpjegimet e veta në këtë ndodhi që nesër mund të vijë në shkup të ndodh. E vërtet shumë. Nesër mund të vijë në shkup të ndodh, mund të na ndodhë një restoran dasmash, zoti na rujt. Na duhet ne ato lloj lëndësh i përdorim. Na duhet të marrim mësim porosi dhe ato ti kuptojmë shumë seriozisht dhe të marrim përgjegjësi kolektive dhe shoqërore.